Unë gjatë këtyre viteve prej ngjarjes jam akuzuar për një krim shumë të rëndë, të cilën nuk e kam kryer. Unë nuk kam organizu kur farë vrasje, as nuk kam marrë pjesë në vrasje, madje as nuk e kam parë vrasjen. As unë as fëmia. Sepse në momentin e vrasjes unë dhe fëmijët e mi kemi qenë duke ikur. Këtë e tregon edhe Leonard Ademaj në deklaratën e tij dhënë në polici, por jo vetëm në polici, por edhe në media. Mund ta shihni. Vetëm pak më ka dalë sepse duhet me evidentu gjithçka në proces verbal. Po, vazhdoni. Mund të shihni intervistat. Vazhdo shkruaj. Por edhe në media. Po, mund të shihni intervistat ku ai shumë drejt dhe shumë sakt tregon atë çfarë i kanë treguar fëmia, dhe ai version është që unë dhe fëmijët kemi vrapuar nga makina. Kjo, siç thash, vërtetohet edhe në deklaratën e tij, e cila është e cituar në akt akuzë. Pastaj në këtë proces gjyqësor pa të drejtë shumë herë, disa herë është përmendur edhe zoti Bexhet Pacolli, i cili fare nuk ka lidhje me këtë rast, dhe pa drejtësisht ju është përmendur emri, dhe kisha të nevojshme ta sqaroj se ndjej keqardhje sa herë që është përmendur emri i tij, sepse është e padrejtë. I nderuar trup gjykues, ju do të merrni vendim së shpejti për këtë rast. Ne kemi propozuar, siç tha dhe avokati, një CD ku shihet komunikimi me fëmijët, ndryshe nuk do ta kishim propozuar, po mos të ekzistonte. Dhe e vetmi arsye pse nuk kam komunikim të rregullt me fëmijët është sepse gjindem në mosën e paraburgimit, dhe jo pse fëmijët nuk dëshirojnë me fol apo diçka tillë, madje është shumë e ulët që të citohen rrënjshëm fëmijët e mi, kinse kanë deklaruar kështu, kinse ashtu. Natën e vrasjes, unë ja dorëzova fëmijët familjes Ademaj. Po të kisha për të fshehur diçka, nuk e kisha pasur atë guxim. Natën e vrasjes, fëmijët e mi janë intervistuar edhe në polici. Dhe është pyet, edhe njëri polic aty pyet, thot, apo deklarojnë fëmia kështu, njëjtë si unë, dhe njëri tjetri thot po. Pastaj, 2 ditë pas vrasjes, unë me fëmijët e mi isha në prokurori, te prokuroria Besa Limoni. Edhe aty mund të shihni, nëse ekziston ndonjë proces verbal, se çfarë kanë deklaruar fëmia. I nderuar trup gjykues, ju betohem, ju kam thonë edhe më herët, ju betohem që Naimur Seli nuk ka qenë fare në vetur momentin e vrasjes. Ju betohem, Naimur Seli nuk ka paguar për vrasjen. Kjo është e vërteta. Unë pa të drejtë, jam akuzuar dhe jam targetuar shumë çka
nga mediat, nga kjo sallë, por e vërteta është krejtësisht ndryshe. Ka që kisha i nderuar trup gjykues, ju do të vendosni fatin tim, fatin e fëmijëve të mi, ju vlerësoni provat, vlerësoni deklaratat, vlerësoni gjendjen faktike dhe reale. Dhe nga ju pres vetëm një dënim të drejtë, pres nga ju që vërtet të ketë drejtësi për Lirdonën, sepse mbi gjitha kjo është për çfarë jemi këtu, dhe unë nuk jam kundër asaj. Lirdona meriton drejtësi të plotë, por ju lutem të keni parasysh dhe që integriteti dhe profesionalizmi juaj të jetë në nivelin më të lartë. Kjo është çfarë pres nga ju, i nderuar trup gjykues, ju falenderoj. Në rregull, Olo.